Pyetje, cilat janë shkaqet e hynizimit të Isait alayhi salam nga popujt greko-romak? Po, kjo pyetje është pyetje me shumë rëndësi, sepse popujt greko-romak janë ata popujt e parë që përqafuan fenë e Isait alayhi salam pas havarive, dhe duke qenë se në origjinë ishin popull idhujtar me shirk dhe idhujtari, thanë për Isai'n alayhi salam një fjalë të padëgjuar më parë nga shpallët hyjnore dhe të papërkrahur nga fjalët e profetëve të dërguar para tij. Ata thanë, përderisa ai ka lindur pa baba, atëherë babai i tij është Allahu i Madhëruar dhe ai është biri i tij, dhe kështu ata bën një lidhje prindërore mes Allahut Madhëruar dhe krijesave, që i lartësuar qoftë Allahu i Madhëruar nga çfarë thonë për të njerëzit e paditur. Allahu i Madhëruar, referuar librave që ai ka zbritur dhe fjalëve të profetëve që ai ka dërguar, është krijues dhe kur do të sjell dikë në ekzistencë, e sjell atë nëpërmjet krijimit dhe jo duke u bërë prindi i tij, sepse lindja e fëmijëve nuk është karakteristikë hyjnore, por është karakteristikë njerëzore. Ai, sipas lajmeve të përmendura në to, krijon në disa mënyra krijimi. Prej këtyre mënyrave janë krijimi nga asgjëja, që do të thotë pa lëndë të parë, dhe ky është ai krijimi i hershëm, krijimi i parë, dhe siç krijon gjithashtu edhe nga lënda e parë, do të thotë duke e shndruar diçka në një diçka tjetër dhe duke i dhënë një formë tjetër, dhe kjo ka ndodhur me krijimin e qiejve të tokës, kur u krijuan nga avujt e ujit, dhe po ashtu ka krijuar nga drita, dhe këto janë me lajket, dhe ka krijuar gjithashtu nga flaka, dhe këto janë gjindet, dhe ka krijuar nga balta e njom, pra nga përzia e dheut me ujë, dhe këta janë njerëzit. Siç krijon edhe nga çiftëzimi i krijesave të tij, pra ato krijesa që i ka krijuar në gjini, dhe këtu bëjnë pjesë njerëzit, gjindet, kafshet, madje një gjë e tillë shihet edhe tek bimësia. Kështu, krijimi i Isait alayhi salam pa baba, edhe pse një rast unik i vetëm i ndodhur në këtë botë, nuk është pa shembull të ngjashëm, sepse krijimi nga asgjëja dhe krijimi nga lënda e parë qëndrojnë më lart se sa ky krijim. Shkaku kryesor sepse popujt greko-romak thanë për Isai'n alayhi salam atë fjalën e tyre të shëmtuar, është pikërisht lindja e tij pa baba, dhe prandaj Allahu Madhëruar ua kujton shpesh në Kur'an krijimin e Ademit alayhi salam nga balta, i cili jo vetëm që s'kishte baba, por s'kishte as nën dhe as kaloi sipas rregullit që ne njohim sot. Vetëm fantazia e një mushriku mund ta thoshte një fjalë të tillë si fjala e tyre, dhe në fakt ata ashtu ishin, sepse në kulturën e vjetër greko-romake, ata perëndit e tyre që i besonin u vishnin cilësi dhe karakteristika njerëzore, ato sipas tyre martoheshin, lindnin dhe gjithashtu kishin dobësi njerëzore, dashuronin, thurnin intriga, luftonin me njëra tjetrën, sipas asaj që është shënuar në librat e historisë. Kështu e kishin të lehtë ta thonin një gjë të tillë për Allahun e Madhëruar në lidhje me Isai'n alayhi salam. E dyta, për shkaqeve të hynizimit të Isait alayhi salam, është gjithashtu edhe fakti se ata gjejnë në librat e tyre disa fjalë që mendojnë se i ka thënë Isai alayhi salam, dhe se ai u thoshte njerëzve në lidhje me Allahun e Madhëruar, ati im. Dhe me plot siguri nuk janë prej fjalëve të Isait alayhi salam, sepse Ungjilli është shkruar shumë vite pasi ai është larguar nga kjo botë. Allahu i Madhëruar nuk ka një emër të tillë ati, askush prej profetëve nuk e ka cilësuar atë me këtë emër, dhe asnjë libër prej librave të mëparshëm nuk e ka përmendur një gjë të tillë për të, kështu që edhe Isai alayhi salam nuk mund të dalë nga ky rreth që i ka paraprir atij. Më e çuditshme është se Isai alayhi salam në lidhje me këtë emër nuk thoshte vetëm ati im, por ndonjëherë u thoshte njerëzve edhe ati juaj që është në qiell. Kështu është shprehur në librat e tyre, dhe kushdo që edhe sadopak logjikën e tij në punë do mendoj dhe do të thotë, ndoshta ky emër nuk ka për qëllim atë që ata mendojnë, por mund të ketë tek ai një domethënie tjetër.
Ajo do më thënje që i shkon për shtat kësaj fjale në këtë rast, përderisa ajo përdor edhe për ata njerëz që kanë nën dhe baba, është se fjala atë sipas tyre është e barabartë me fjalën Zot. Dhe kështu shkojmë te krijimi, siç kanë thënë edhe profetët e tjerë para tij, dhe jo te prindërimi apo të qenit prind për krijesat e tij, siç thonë mushrikët, dhe që është fjala më shëmtuar e thënë për Allahun e Madhëruar, Zotin e botave, siç thot Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada", që do të thotë gati sa nuk u krisen qiejt, u qa toka dhe u shëmben malet kur ata pretenduan se Allahu i Madhëruar ka fëmijë.